doza, kështu është përshtypja ime. Dëgjoj, për kryeministin Albin Kurti është e një rëndësie të veçantë. Ma ka thonë disa herë fitoria në Mitrovicën e Jugut. Arsyeja është e thjeshtë. Rezultati i qeverisë Kurti 2 numër 1 lidhet me pjesën veriore. A besoni që do ta kapitalizoni, po themi, gjithë ato çfarë është bërë nga qeveria Kurti në veri të vendit? Si vot, po them. Nuk e dia do të kapitalizohet, po akteri kyç që ka realizuar edhe mundësu në Mitrovicë, që ne mos me pas barikada, që ne mos me pas tabela me regjistrim të Serbisë, që ne mos me pas referendum të Serbisë, që ne mos me pas zgjedhje të Serbisë, që ne mos me pas laborator të drogës, që mos me pas dinarin në veri dhe në vendet e tjera, që ne me lëviz lirshëm, me ju rikthy pronave mas një qerek shekulli, me hap biznese në Mitrovicën verior dhe gjithandej, me shkun liçenin e Ujmanit edhe për një aktivitet rekreativ, edhe mu fresku, edhe me i frekuentu lokalet edhe restoranet që janë buzë bukurisë më të madhe, më të mirë edhe resursit më të rëndësishëm që e ka Kosova, që është liçeni i Ujmanit. Albin Kurti me gjithë të rezultate, po thot, gjithë ata që më kanë votu mu me datën 9 shkurt, ju lësë që ta votoni Fatën Pecin kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës Jug. Se si do të reflekton dhe si do të përkthehet, do e shohim. Mund të themi që kryefjalës zgjedhjeve komunale për zotin Kurti, në këtë rast për koalicionin, është fitoria në Mitrovicën e Veriut? Unë nuk të po them ndoshta kryefjala, po ajo që vërehet është që ai ka në mesin e 2-3 prioriteteve kryesore në zgjedhjet lokale, e ka thonë edhe publikisht, e ka thonë edhe para qytetarëve për faktin dhe arsyeën e thjeshtë, për shkak se kemi zgjedhje lokale në krejt komunat e Kosovës, po zgjedhjet në Mitrovicë nuk janë vetëm zgjedhje lokale, për shkak se ka shumë tematika që afektojnë edhe raportet ndëretnike, edhe raportet edhe parandalimin e shtrirjes së influencës që Serbia e ka në Mitrovicë. Zoti, më fal, edhe këtë pyetje edhe nuk do të shtroj më. Po mendoj derisa të vjen rrodha. Kundërkandidati juaj po thotë se ai po fotografohet edhe me fëmijët e zotit djalin e zotit Thaçi, djalin e zotit Veseli, po thotë unë kam përkrajen edhe nga leadershipi i PDK-s, po kam relacione shumë të mira edhe me Albin Kurtin. Pra ai tek Mitrovicasit po thotë se unë jam i pranueshëm dhe jam unifikues nga të gjitha palët. Kështu të paktën, unë po mundohem se me nxetet për këtë pyetje kur thotë se shumë çka do të varet edhe nga trajtimi i komunës, se si çfarë kohë do të merr edhe ajo pjesë. Ai po mundohet të prezantohet, madje edhe projektin për urën e ka thënë se e ka nënshkruar vetë nëse zgaboj. Edhe themelimi i bordit për të dyja komunat ai ka qenë i pranishëm, e ka thënë. Pra, në një farë forme është duke e përquar me